qysh ka arrit, kur nuk flitet, na është edhe shumica nuk e din, po kur po vjen puna te Vedati diçka s'po du edhe me fol për Vedatin, po edhe shumica mande po pse s'po folish, pse s'po kallzon, çu shkon tek u kon. Se për Vedatit kur është mirë ndoshta për opinionin për ta ditur mënyrën se si, se ka kjo bota e teknologjisë. Ma e mira, nuk e din për të mënyrën se si ka qenë. Ma e mira trejneri mund të kupton mu në këtë rast çysh është puna një futbollist që u kon lojtari i Tota Durrësit, u kon uazim në Besa Kavalje, që as aty s'ka mujt të lunë pi fillimit, edhe pi ati klubit e këm marrë Vedat në këm qurë në Super League të Turqisë. Do më thonë, menaxherët më kuptojnë shumë mirë se qysh mundet ta sjellësh, sa vështirë është të sjellësh një lojtar pi kategorisë të parë, do më thonë Shqipnisë në Super League të Turqisë. Po them prapë, Vedati është tash një lojtar shumë i madh, edhe mund të them që mundemi, duhet të lavdojmë një farë lojtare kështu, edhe jemi krenar që e kemi Vedatin në kombëtarën e Kosovës, po hapi kështu u konë që Vedati u konë në Besa Kavalje, atëherë unë ja patanis si menaxher i ri për të punuar, edhe i kena pas kontaktet atje në Super League të Turqisë në Eskişehirspor, edhe ram muhabetin, edhe shkum bisedum me Edmondin, me presidentin e Tota Durrësit atëhershëm, edhe kërkoj, do më thonë, një transferim të vogël, edhe ai na ka përkrahur shumë në transferimin e Vedatit, mund të them që konë personi kryesor që e ka liru Vedatin me një shumë 50.000 euro, ato e kemi paguar edhe e kemi marrë, e kemi dërgu në Super League të Turqisë në Eskişehirspor. Ky dëshpërimi i parë, prej 50.000 euro. Po, 50.000 euro, po. Edhe mandej e dërgum në Super League të Turqisë, edhe aty trejneri atëhershëm e pat në prova, lujti, po edhe atëherë konë shumë vështirë se në Super League-n e Turqisë keni pas të drejtë vetëm të keni 3 ose 4 të huaj. Edhe aty konë Vedati lojtari i ri, 19 vjetë, edhe pja atyt dur pak të më të në përprova, në përcen, për edhe trejneri tha Raman mere këtë lojtar se nuk bon. Edhe e mura në Vedat në pja atyt e dërgova në Giresunspor, në kategorinë e partë të Turqisë që shtin edhe në foto këtu, e dërgova do më thonë në ligën e partë të Turqisë. Edhe aty, një lojtar që s'mujmë të besojmë që tash i ka dhonë 22-23 golla në La Liga që nuk është qaq kollaj për të dhënë këta gollat, edhe pi atyt kur e dërgum në ligën e parë, do më të në Giresunspor, as aty, s'mujti të harin 6 muaj, nuk u konë as në 11 e parë, as në 18 e parë. Do më të në 6 muajt e parë, mande më thire dhe presidenti tha, Vedatin largoj e piktujt. Se s'po bon, tash edhe Jaran e kam do më të në presidentin Giresunit, tash është edhe në Federatë të Turqisë, e kam mik të ngusht, edhe shkova mande Turqi pa aeroplanë, thash president, mos më dërgoj Vedatin leja aty, e majtë edhe 6 muaj, do më të në pak si me zor, si ma atër, thash leje se këtë djarë ka më bo lojtar. Kur kush s'ka besu, unë këm besu. Unë këm besu, edhe pi atërit mandej në gjysmën sezon, i dha 7-8 golla, me sezonin e ri, shpërthej edhe atër i dha do më tonë gati 18 golla, ose 19 golla, pi atërit shpërthej edhe vetëm